Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 3 monedat, 10 kupat, dielli, asi i monedhave. Atëherë, ju po hyni në këtë javë me energji ndërtuese. 3 monedat tregon që nuk jeni vetëm, po ndërtoni diçka me dikë, ose po ndjeni të vlerësuar për kontributin tuaj. Ju ndiheni më të qëndrueshëm. 10 kupat është një nga kartat më të bukura. Brenda jush ka një dëshirë për harmoni, për familje të qetë, për dashuri të plotë. Duket se ju po kërkoni paqe. Dielli është qartësi, diçka që ka qenë e paqartë për javë, për muaj, tani bëhet e dukshme, mund të kuptoni kush është realisht me ju, çfarë doni ju në të vërtetë, çfarë nuk ju shërben më. Asi i monedhave është diçka konkrete, nuk është thjesht ndjenjë, është mundësi reale, mund të jetë një ofertë, një fillim i ri praktik, një vendim që sjell stabilitet, por jeni duke vënë në re edhe diçka të rëndësishme, që jeni në fakt racional dhe ndonjëherë kur gjërat shkojnë mirë, ju filloni të kërkoni ku është problemi. Prandaj kartat këshillojnë se ju duhet të mos sabotoni diçka të mirë vetëm sepse jeni mësuar të analizoni çdo detaj. Lejoni veten të gëzoni, jo çdo dritë fshinjë hije. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 4 kupat, 8 shpatat, heremiti dhe bum, kulla. Në familje, 4 kupat tregon pak kënaqësi të heshtur. Mund të ndiheni emocionalisht të shkëputur nga dikush në familje, ose dikush është i mbyllur ndaj jush. 8 shpatat tregon ndjenjë kufizimi. Ju mund të mendoni, nuk mund të flas lirshëm, ose nëse flas do të krijohet ndonjë konflikt. Dhe heremiti tregon që ju po tërhiqeni për të kuptuar situatën. Ju nuk doni të reagoni menjëherë. Analizoni dhe reflektimi është mekanizmi juaj mbrojtës, por kulla është shpërthim. Është e dhimbshme, diçka del në dritë, një e vërtetë që është shtyrë për shumë kohë. Kjo mund të jetë një debat i fortë, një zbulim, një ndryshim i papritur në dinamikë. Por kulla nuk vjen për të shkatruar, ajo vjen për të rrëzuar një strukturë të rreme. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos e mbani të vërtetën vetëm për të ruajtur një qetësi të rreme, sepse qetësia artificiale gjithmonë rrënohet dhe e vërteta sjell tronditje, por më besoni se e vërteta sjell edhe liri. Kalojmë te dashuria. Në dashuri kemi kalorësin e shpatave, forca, budallaj, 10 shpatat dhe kalorësi i shkopimëve që ranë të dyja së bashku njëkohësisht. Në dashuri është shumë intensive kjo javë për ju. Kalorësi i shpatave tregon fjalë të shpejta, mund të ketë komunikim të papritur, një mesazh, një debat, një sqarim. Ju me kartën e forcës po përpiqeni të ruani qetësinë, sepse strength, forca është përmbajtje, pra tregon që ju po përmbaheni. Sepse nuk doni të përfshiheni në drama, por brenda jush ka shumë emocione të shtypura. Karta e budallajit është fillim i ri, por edhe rrezik, sepse budallaji në kuptimin e parë të fjalës nuk e merr parasysh rrezikun, pra ai nuk mendon për pasojat, ai thjesht hidhet në veprim. Prandaj, ju mund të tundoheni të filloni nga e para me dikë, ose të rrezikoni përsëri në një situatë të përsëritur. Budallaji jo gjithmonë është një kartë e keqe, jo gjithmonë, por varet nga konteksti dhe varet në cilën
pjesë ju po rrezikoni dhe a ja vlen të rrezikohet. 10 shpatat është fundi i dhimbshëm. Kjo kartë tregon që një cikël ka arritur pikën kulmore. Nuk ka më kthim në mënyrën e vjetër. Më pas kemi kalorësin e shkopinjve që tregon pasion, lëvizje, energji të zjarrt. Kjo mund të jetë një rikthim me pasion ose një person i ri që hyn në energji intensive ose ju që mund të jeni duke rifituar zjarrin tuaj pas një zhgënjimi. Unë do të thoja nëse jeni në një marrëdhënie, ju duhet të përballeni me një të vërtetë. Nëse ka plagë të fshehura, ato do të dalin. Nëse personi juaj ju do me të vërtetë, kjo javë do e pastroj lidhjen. Nëse personi juaj nuk ju do me të vërtetë, mund të ndjeni një fund emocional. Nëse ju jeni vetëm, mund të tërhiqni dikë që është shumë magnetik, por pyetja që më lind mua është, a është ky person stabil apo është thjesht pasion kalimtar momental? Kartat këshillojnë se ju duhet të mos qëndroni në një situatë ku ndiheni të thumbuar apo të shpuar emocionalisht. 10 shpatat thot mjaft. Mjaft do të thot mjaft. Dhe dashuria këtë javë juve po ju mëson kufijtë e durimit. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 10 monedhat, asi i kupave, faqja e shkopinjve dhe 2 kupat. Në punë duket një javë me shumë potencial. 10 monedhat tregon stabilitet të fortë. Mund të ndiheni të sigurt financiarisht ose të paktën në një drejtim të qëndrueshëm. Asi i kupave tregon fillim që ju gëzon. Mund të jetë një projekt i ri që ju frymëzon. Mund të jetë edhe ndonjë njohje e re në punë. Duket shumë emocionale, nëse kjo është e vërtet, nuk mund të rezonoj, domethënë me të gjithë ju, po për disa ndoshta edhe mund të rezonoj. Pra, mund të ketë një njohje të re, sepse shoh që në fund kemi 2 kupat dhe tregon domethënë partneritet. Dhe faqja e shkopinjve tregon ide kreative. Mos i injoroni ato idetë që mund t'ju duken të vockla kështu. 2 kupat, siç thash, tregon partneritet të fortë. Dikush mund të bëhet aleat i rëndësishëm për ju. Dhe kartat këshillojnë se ju duhet të mos hezitoni të bashkëpunoni. Pra, nëse bëhet fjalë për partneritete në punë, sepse jo gjithçka duhet bërë vetëm. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi vetëdijen. Vetëdija tregon se kjo është një javë që është si zgjim për ju. Pra ju po bëheni më të vetëdijshëm për vlerën tuaj, për kufijtë tuaj, për atë që nuk toleroni më. Ndërgjegjësimi nuk është gjithmonë i butë. Ndonjëherë është i fortë, si kulla që ju ka rënë tek sfera e familjes. Pra, kulla këtu në fund. Pra, duket se pas këtij ndërgjegjësimi, ju nuk jeni më i njëjti person. Dhe pak a shumë, nëse unë do të nxirja një mesazh nga interpretimi i kartave për ju, është se kjo javë ka 2 anë për ju. Ka dritë dhe mundësi të reja në jetën personale dhe në punë, sepse në gjendje personale shisa karta të bukura kanë rënë, edhe në punë shisa karta të bukura. Dhe ana tjetër që nuk më pëlqeu mua është tronditje dhe pastrim në familje dhe në dashuri. Për shembull, në familje kemi këto kartat që nuk janë fort të bukura, edhe në dashuri janë këta. Pra, këto 2 anë më tregoj mua në kjo javë për ju. Dhe pak a shumë e ndjej që duhet ta them që të mos keni frikë nga e vërteta. Të mos qëndroni në dhimbje nga zakoni, të besoni se çdo fund po ju çon drejt
një fillimi më të pastër. Paçim!